Sot e kemi një temë mjaft interesante dhe një temë të jashtëzakonshme, në të cilën do t'i marrim disa pika shumë të rëndësishme. Pra titulli i ligjëratës, siç po e shihni, është Besimtari si bleta. Besimtari si bleta. Profeti Muhammed a.s. e krahazon besimtarin me bletën në një hadith fisnik. Në është një hadith që nuk ka shumë i njohur, ku profeti a.s. e krahazon besimtarin me bletën. Do të mësojmë për cilësitë e bletës që besimtari duhet të posedojë. Në këtë ligjërat do të përpiqemi që ta bëjmë një krahazim midis besimtarit dhe bletës. Pse pikërisht profeti a.s. për gjë atyre gjallësave e ka zgjedh bletën që me krahazu ata me besimtarin. Dhe në fund do të eksplorojmë së bashku mësimet e vlefshme islame përmes këtij krahasimi elokuent profetik. Kështu që vazhdojmë dhe futemi në mësimet dhe krahazimet midis besimtarit dhe bletës. Pikë pari, teksti i hadithit. Si ka ardhur hadithet tekstualisht? Profeti a.s. thot: "El mu'min mathalul mu'min kan nahl." Shembulli i besimtarit është si shembulli i bletës, e cila nuk ha veç se mirë dhe nuk nxjerr veç se mirë, ulet pa thyer dhe pa prishur asgjë. Këtë tekst hadithet, nëse keni mundësi, mbani mend. Pra po thot profeti a.s. shembulli i besimtarit është sikur shembulli i bletës. E bleta çfarë vepron? Han mirë edhe nxjerr mirë. Edhe kur të zbret, as nuk thyen, as nuk shkatron. E këtë hadith transmeton Abdullah ibn Amri prej profetit a.s. Burimi gjendet në Musnedin e Ahmedit, vëllimi 2, faqja 199, hadithi 6872. Këtë hadithet sakson dy dietarë shqiptarë. Dy dietarë shqiptarë që krejt bota islame kthehen te këta për me ditë se është një hadith i saktë ajo. E të para silsila sahiha është e Nasruddin Albanit, Muhammed Nasruddin Albanit, kurse Takhrij al-Musnad është i Shuaib Arnautit. Pra këta dy dietarë shqiptarë kanë saksu këtë hadith. E siç po e shikoni, feja jonë është fe shkencore, pse? Nuk ka, domthon, vetëm me fol ka thonë pejgamberi alayhis salam. S'kam, kështu nuk lejohet. Nuk lejohet ti veç me thonë ka thonë, do të me dita është e saktë ajo. Feja jonë nuk është ashtu. Feja jonë është me zinxhir, është me transmetues, është domthon ti dush akademikisht me vërtetu që një transmetim ai saktë. Shikoni, kemi me numra, me faqe, me recenzim, me krejt e kemi fejnë tonë trujtënë. Vazhdojmë të kuptimi i hadithit, që në çfarë forme është krahazu besimtari me bletën. Pikë pari, bleta është përmend në Kur'an. Zoti i Madhërisht nuk përmend në Kur'an gjithçka. I përmend vetëm gjërat më të rëndësishme. Në Kur'an i ka përmend pejgamberët, i ka përmend njerëz të mirë, i ka përmend vetëm gjërat e vlefshme. E bletën jo vetëm që e ka përmend Kur'an, po edhe një sure e Kur'anit e ka emrin e bletës. E që është surja An-Nahl, surja An-Nahl, që do thotë surja e bletës. Në atë sure Zoti e përmend që bletët i ka frymëzu. Wa uha rabbuka ila an-nahli. Dhe Zoti jot i ka inspiru bletët. I ka frymëzu. Dhe aty ka treguar në këto ajete ka treguar që prej barqeve të saj del një lëng i cili është me ngjyra ndryshme dhe është shërim për njerëzit. Është shërim për njerëzit. Dhe kjo është një cilësi që e përmend Zoti sa i përket bletëve. Tash shkojmë te karakteristikat e bletëve. Çka janë karakteristikat e botës së bletës? Pikë pari, puna dhe përpjekja. Punon me këmbëngulje gjatë gjithë ditës. Bleta njihet si një insekt shumë punëtor. Shumë është punëtore bleta. Nuk nalet duke punu.
Tash nuk e di saksisht sa mi lule do të ajo me 10 mira lule, me 10 mira kilometra, me nxjerr vetëm një lugë të mjaltës. Andaj shumë punëtore. Sakrifica dhe guximi, sakrifikon vetën për gjuhën e tij, po. Edhe kjo është cilësi e bletës. Nuk dija e keni parasysh gjithë se bleta, mbretëria e bletëve lufton me mbretërinë e onzave ose grejzve. Në grejzët shkojnë i sulmojnë bletat edhe i vrasin. Madje edhe ja u këpusin kokën, domthonjë këto grejzët, bletave, që m'ja u vjedh mjaltën. E tash, bleta nuk i ka atë mekanizmat, atë armët që i ka grejzi. Se grejzi ka dëherë, si me thonë, si ato të akrepave, që i këput faktikisht blet. Kurse bleta nuk ka ndaj farë arme, që ka bojnë blet, e rrethojnë anzën, shkojnë këgjata blet, derisa menzit ta mysin një anzë. Të mande sakrifikojnë që mos me u shkatru mbretëria e tyre. E kështu e kemi për shembull edhe dëshmorët cilët kanë luftu që ne sot me kanë të lirë. Ata kanë sakrifiku, kanë lanë gjakën e tyne për me kanë natë sot të lirë. Që lusë me Allahun që t'i pranoj ata prej shahidave dhe t'i ngritë shkallët e larta xhenetit dhe t'i mëshiroj. Dhe karakteristikë tjetër e bletëve është puna në grup. Pra ata punojnë në formë kolektive, nuk shkojnë secila kryen vete. Punojnë në formë kolektive. Këtë do ta sqarojmë me tutje edhe në vend. Pastaj cilësi tjetër e bletëve është bindja dhe sistemi. Bleta dallohet për sistemin e saj të saktë dhe bindjen ndaj udhëheqjes. Pra ne më herët e përmendëm që bleta faktikisht është mbretëria ajo. Quhet mbretëri. E këtë rrollë gjanë të një gjallësi ka mbretëri. Imagjinoje, një insekt që ka trurin më të vogël se ku e diun ne, më të vogël se një rruza më e vogël, po ka mbretëri. A kur ta këshësh ki krijesa shumë më të mëdha se ajo qeni nuk ka mbretëri. Maca nuk ka mbretëri. Shumë krijesa nuk kanë mbretëri, kurse bleta ka. E prej cilësive të bletës është që kanë bindje ndaj autoritetit. Doni bindje në udhëheqjes. Shkojnë mas mbretëreshës, shkojnë me sistem, me rregull. Edhe besimtari kështu do të jetë. Bindja e besimtarit ndaj autoritetit përderisa nuk e kundërshton Zotin. Kështu do të jemi edhe na, do të si popull me u të civilizu, mi zbatu rregullat, cilat janë për mirën e përgjithshme. Një thamë këtu dobit e përgjithshme, këtu janë kur ta kështu janë e drejta e Zotit. Mi përmbajt rregullave ku e diun e semaforit, këtu rregulla molidhe, shumë rregulla tjera që janë krejt për të mirën tonë. Edhe besimtari është i tillë, i bindet autoritetit, i bindet rregullit, përderisa apo nuk e kundërshton Zotin. Nëse ndodh që ndonjë e prur i thot dikujt e urdhron për ndonjë mëkat të madh, se kjo vlen për mëkate të mëdha, e urdhron me vrap dikon padrejtisht, ose të urdhron thot mos u fal, nuk duhet me u bind autoritetit. Se në këtë rast, autoriteti tyre bjen, se autoriteti Zotit të mbi gjitha. Se Zotit është në fund më i lartë. Ai është në breki mbretërve. Thotë e prorja, ku e diun e kush komandanti, a çka është ai, thotë mos u fal, nuk kam jungu. A më në gjëra tjera, ai në ushtri, të urdhron me bë ushtrime, të urdhron me kry filan operacionin, do të më dëgju përderisa nuk ka mëkate të mëdha. Te puna e sistemit e kemi edhe punën në grup, bashkëpunimi me komunitetin në bamirësi dhe devotshmëri. Po kjo çështja e bletës që u përmend më herët e mëson besimtarin, edhe besimtari është i kthill, sikur mbretëria e bletëve, bashkëpunojnë njëri me tjetrin në bamirësi dhe devotshmëri. Se kështu Zoti na ka urdhëruar në Kur'an. Ka thonë wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bashkëpunoni në bamirësi dhe devotshmëri. Dhe mos bashkëpunoni në mëkate dhe armiqësi. Po nuk bën me bashkëpununa në mëkate
dhe në armiqësi, po duhet me bashkëpunu në vepra të mira dhe në devotshmëri domthon me bashkëpunu që më largu veprave të këqija. Rregull dhe disiplinë, po, angazhimi ndaj detyrave dhe përkryerja e tyre. Pra, çdo duhet të jetë besimtari, çka ka detyrë, duhet me kry si shaf mas miri. Tash kjo sistemi, të jemi të qartë, i ka dy aspekte. Mi u bind udhëheqësave publik, po edhe udhëheqësave privat. Për dyja të vlen kjo. Ti nëse je duke punu privat, e ki orarin 8 orë, brenda që atyre 8 orëve udhëheqës si jyti është shefi. Ti duhesh mi u bind ati. Edhe nuk bën me mashtru ati. Po kja vlen edhe për privat. Në punë e ke obligim që ato kontrata që shubo me dëgju shefin. Mos me tratu ata, mos me shkel besë. Ashtu si që vlen edhe ata që punojnë në punë administrative, në punë të shtetit. Pra duhet me kry detyrën qysh është mas miri. Ashtu që se kja quhet amanet. Kja është amanet. Ti dush me qua amanetin në vend, të është lanë ty përgjegjësi, duhesh me që përgjegjësi në vend. Pra bleta i bindet mbretreshës saj, ashtu si besimtari i bindet udhëheqjes. Sistemi zgjoj të bledhve paraqet një model për një komunitet musliman të organizuar dhe bashkëpunues. Kështu duhet të jetë. Se pa organizim, pa disiplinë, atëherë jeta bëhet anarki. E Islami nuk i ka hiç mirë punë me anarki, me parregullsi. Për që ata Muhamedi a.s. kër u dërgu nga dishulli arabik u kanë gjendjen më të keqe anarkika, që mi thonë, në ka pas parregullsi, s'ka pas shtet, s'ka pas ligj, kur gjë s'ka pas. Njerëzit me autu i kanë vranë me njëherë, se s'ka pas rregull. Kur ardhë Muhamedi a.s. ka ardhë ligji, rregulli, sistemi, sa që edhe vete ka paralajmëru, ka thonë ka me udhëtu gruaja prej Mekës, deri në Sana, kryqëteti e Yemenit, nuk kam jetut askujt për e Zotit. Edhe kanë ndodhë kjo, dhe 1000 kilometra me autu gruaja vetë, u kanë e pamundshme, po për shkak të përpjekjeve profetike ka arrit që me vendos sistemin, rregullin e ligjit. E këtu kur jemi te kjo çështje, disa njerëz me keqardhje nuk e kanë mendsinë anarkike, kanë mendsinë barbare, ngjajshëm me grejzët që vetëm dojnë mirë rasën e shkurt, nuk kanë krenari tepër, nuk e shohin që mi bind autoritete pa marrë parasysh publike apo private. Prej cilësive të bletës është edhe gjithashtu durimi në vështirësi. Bleta e ka sabrin e madh. Bleta e ka sabrin e madh, duron shumë. E kështu duhet të jetë besimtar. Përballimi i sfidave, bleta përballet me sfidat e motit dhe mjedisit, ashtu si besimtari përballet me ndryshimet e jetës. Shkani bletën nuk e nal pse bjen shi, pse ka frymë, nuk e ndal ata. Domthon aja i përballon sfidat, bleta i përballon sfidat. E kështu edhe besimtari i përballon ndryshimet e jetës. Se nuk është kjo botë rrafsh. Kur ta këqësh kjo botë, nuk është rrafsh. Ka sfida, ka erëra, ka shi, ke parasysh. Gjithashtu cilësi e bleta është durimi dhe qëndrueshmëria. Bleta vazhdon punën e saj pavarësisht vështirësive, ashtu si besimtari duron gjatë sprova. Kështu është besimtari, vërtet duron gjatë sprova. Përshtatja me rrethonat. Bleta përshtatet me rrethonat e ndryshueshme, ashtu si besimtari përshtatet me sfidat e kohës së tij. Besimtari është i ngjajshëm me bletën, i përshtatet në kuptimin që duron me ato sfida, edhe qëndron e pa lëkundëm. Besimtari qëndron i pa lëkundëm, i pa lohatshëm. Kjo është cilësia e besimtarit. Kurse lohatshmëria është cilësi e hipokrita. Besimin e Zot. Bleta vazhdon rrugtimin e saj me udhëzimin e Zotit, ashtu si besimtari mbështetet te krijuesi i tij. Më herët e përmendëm që bleta frymëzohet prej Zotit. Pra bleta e ka në mënyrën e vet të beson Zotin shumë fuqishëm, se shkon sipas udhëzimit të Zotit. Tash çuçi ja çan Zoti udhëzimin nuk e di, po është mrekulli, edhe ndoshta na herë është mirë me na mësu ata që janë
fut në këtë lami me na tregu më në detaje, me na mbajt ndonjë ligjërat se si funksionon mbretëria blede. Nëse më rëndësi Zoti frymëzon. Për shembull, prej frymëzimeve të Zotit është që e bën shtëpinë 6 këndshë. Ku e diti bleta me bë këtë arkitekturë? 6 këndshë. Me bë 5 këndshë nuk ish funksionu. 3 këndshë s'kish funksionu. Pse bash 6 këndshë? Kush e mësoi? E kjo tregon çfarë mrekullie ka bë Zoti te frymëzimi i bletës. E kështu është edhe besimtari, i mbështetet Zotit. Ashtu si bleta i mbështetet Zotit, kapet për udhëzimet e tij. Besimtari përballet me sfida shpirtërore dhe toksore, ashtu si bleta përballet me vështirësinë e jetës së saj. Durimi gjatë provave është një tipar thelbësor në personalitetin e besimtarit të sinqert. Fitimi halal dhe pavarësia. Edhe kjo është një cilësi e bletëve që krahasohet me besimtarin. Bleta na mëson një mësim të rëndësishëm në fitimin halal dhe pavarësinë ekonomike. Bleta na mëson që t'jemi jo parazit, mos me kon parazit. Se bleta nuk han nga ushqimi i bletëve të tjera, përfiton vetë ushqimin. Bleta nuk pret prej bletëve të tjera që më ja përgatit, nuk ja han mjaltën bletëve të tjera. Vetëm çka vetë fiton. Kështu duhet të jetë edhe besimtari. Imagjinoni Davudi alayhis salam. Davudi alayhis salam ka qenë edhe pejgamber, po edhe mbret. Por nuk ka hongër asnjë kafshat, nuk e ka hongër vetë çka ka punu. Ku e gjon këta? Na e dim që mbretrat zakonisht rrinë, nuk punojnë. Ju vjen ushqimi i gatshëm. Kurse Davudi alayhis salam, edhe pse u kon mbret, edhe pse ka pas mundësi vetëm me nejt, nuk ka vepruar. Ka punu, i ka punu atë parzmoret e hekurit dhe i ka shit dhe kështu e ka fitu. Edhe kështu besimtari duhet jetë, nuk duhet jetë parazit. Fitimi halal, besimtari duhet të hajnë nga puna e tij halal. Po. Sikurse bleta që faktikisht kullohet na për natyrë. Mbledhja e furnizimit, bleta mbledh furnizimin e saj nga burime të ndryshme të mira, edhe besimtari kështu. Ki burime shumë të mira. Halali nuk kryhet me vllazni. Harami është shumë i vogël. Halali nuk kryhet, sa që shumë kemi mundësi halal që mendja s'na merr. Po vetëm duhet me ditë. Vetëm duhet me ditë, nga me fitu, duhet me pas dije se mënyrat halal nuk kryhen kurrë, kurse haram janë shumë të vogla. Përfitimin ndërsjell, bleta përfiton nga lulet dhe ndihmon në planimin e tyre. Kështu edhe besimtari bën punë të mira. I bën punë që janë të dobishme. E ki pa bleta kur kullohet nëpër natyrë, ajo e rregullon natyrën. Dhe për shkak të bletëve ja fillojnë lulet me lulëzu. Se bleta është një farë ndërmjetësuesi midis pemëve dhe pemëve. Se tash edhe pemët kishin mashkull edhe femër. Po tash pemët nuk mujnë me lëviz që me u bashku dhe me u qipëzu, që shmujnë njerëzit e kashtë. Nuk mujnë me u afru një anë tjetërit. Çka bojnë? Bleta është ndërmjetësi tyne. E merr atëfar faren e mashkull pemës mashkull e qenë të femra mashkull. Edhe kështu pastaj qenin lulet. Edhe kështu edhe besimtari duhet të bëj punë që janë dobishme për shoqërinë, që ja rregullojnë natyrën, e ndrejqen mjedisën, jo që punë që bëjnë që rregullim dhe shkatrim. Mirësia e besimtarit si mirësia e bletës. Në fillim e përmendëm transmetimin që thamë bleta nuk han vetëm se mirë edhe nuk nxjerr vetëm se mirë, edhe besimtari është ashtu si bleta. Nuk han përveç se mirë. Tash bleta pe dim çfarë han. Bleta shkon dhe i han nektarin e çdo lule. Pra e han gjërën më të mirë, më të shëndetshme, më fisnikën. Ashtu është edhe besimtari. Edhe besimtari, s'ka vëllat besimtari konsumon, si në formë abstrakte, ashtu në formë konkrete vetëm gjërat mira. Pra, ushqimi besimtarit tash dohet në 2 kategori. Ushqimi konkret, është kjo ushqimi që e ham gjithë, e besimtari han vetëm ushqimin halal që është. Po është edhe një ushqim tjetër.
ushqimi abstrakt, ushqimi shpirtëror, edhe kjo është edhe më e rëndësishme. E besimtari ushqehet vetëm me dije të dobishme. Pra nuk dëgjon tmerrën, nuk shikon tmerrën, se çdo dyja janë kanalet e shpirtit. Çdo dyja do të më rujt, mas shumte. Se nëse nuk i ruan ti duke hongër ushqim të pashëndetshëm. Edhe kjo ka me reflektu pastaj. To çka të dëgjoj që shesh, aja veç i duke fut në zemrën tonë. Kështu që ki ruajo rabi Allah mos fut mbeturina në vetën tonë. Mos fut mbeturina në vetën tonë. Ushqeu me shëndetshëm si bleta. Dëgja fjalë të mira, mos dëgja, tash sidomos me rrjetet sociale kjo është bërë shumë evidente. Dëgjojnë njerëz sharje, fyrje, dëgjojnë ku e di unë, tmerre, fjalë të këqija të ndryshme. Aja ka me të fut në zemër edhe ka me të reflektu pastaj. Besimtari nuk ka i tillë, besimtari han vetëm nektar. E merr vetëm nektarin, e çdo seni sikur bleta. Nuk nxjerr përveç se të mirës. Tash besimtari po ushqej ka me gjëra të mira, me dije të dobishme. Nuk ushqehet me dezinformata, nuk ushqehet me dije të padobishme, me dije të dëmshme. Dhe si rezultat nxjerr mirë. Pse bleta po nxjerr mjalt? Sepse ushqehet mirë. Han vetëm nektar, han vetëm gjëra të mira dhe pastaj e nxjerr mjalt. Sikur të kishte hongër bleta, helm, a kish dal mjalt? Nuk kish dal. Edhe kështu besimtari nëse nuk ushqehet me dije të dobishme, atëherë nuk do të nxjerr mjalt. E mjalti i besimtarit është kush? Fjala e mirë. Puna e mirë. Aja që pradhan është e dobishme për njerëz. Ajo mëson njerëzve, i këshillon, i ndihmon dhe i lehtëson ata. Kështu është edhe ne, nëse ushqehemi shëndetshëm, shpirtërisht dhe fizikisht, ne kemi me nxjerr mjalt. Pse disa njerëz nganjëherë nxjerrin fjalë të illta, fjalë të mosbesimit, fjalë të hamendjes, fjalë të dezinformata, fjalë të ofendimit. Pse nxjerrin disa njerëz kështu? Për arsye që janë ushqyer me gjëra të pashëndetshme, kanë prish shpirtin. Kanë qëndruar me shokë të këqij për shembull. Pse çka e prish njerin më shumëti? Shoqënia e keqe. Duke u shoqëruar me njerëz të keq, ai ushqehet shpirtërisht të nkon vetëm keq, me fjalë të këqija, me vepra të këqija, me cigare, me drogë, me sharje, me fyrje, edhe pastaj qet helm, siç ashtu është ushqyer. Ose besimtari jo, ushqehet me dije dobishme, me gjëra të mira, pastaj nxjerr mjalt, nxjerr fjalë të mira, nxjerr vepra të mira, dobishme. Nuk prish dhe nuk thyen, në fund të transmetimit të përmend që sikur bleta nuk prish, as nuk thyen. Pra nuk lëndon ndjenjat ose pronat e të tjera, nuk sulmon as fizikisht, as moralisht, nuk dëmton përveç atë që dëmton. Kështu është pra bleta, ne keni pa kur të atëron bleta, prej fluturimit saj, nuk e thën lulën, zbret me qetësi. E kështu është edhe besimtari. Zbret me qetësi, nuk dëmton, nuk prish, nuk bën çrregullime në tokë. Sa shpesh Zoti e përmend këtë në Kur'an, që ai i urrejn ata të cilët bëjnë çrregullime, bëjnë trazira. Besimtarja si bleta, nuk bën çrregullime, nuk bën trazira, edhe nuk dëmton përveç ai i cili e dëmton. Po, në disa raste do të me kthy faktikisht kthejtrën, si rasti i bletës kur të sulmohet padrejtësisht, aja realisht çka ndodh, faktikisht të peskon. Ashtu është edhe besimtari, nuk e dëmton askon, veç kur dëmtohet, atëherë faktikisht e kthen atë aspektin e vet me drejtësi. Besimtari e don punën kolektive. Ndërtimi i fortë, besimtari për besimtarin është si një ndërtesë ku pjesët përforcojnë njëra tjetrën. Por këtu të fokusohemi pak te puna kolektive, është shumë e rëndësishme. Pra, na përmendëm më herët që bleta punon në formë kolektive. E kështu janë edhe besimtarët. Profeti alayhis salam i ka shëmbëlly besimtarët me një ndërtesë ku njëra shtyllë e përforcon tjetrën.
Shikoni edhe kjo ndërtesë, pse qëndron kjo ndërtesë? Pse nuk është e rrëzuar? Për arsye që njëna tullë e forcon tjetrën. E kështu janë edhe besimtarë. Punojnë kolektiv. Bashkëpunimi profetik. Profeti alayhis salam merrte pjesë me shokët e tij në punë. Kështu ka qenë edhe profeti alayhis salam, nuk ka qëndruar për shembull vetëm me nejt, po ka punu bashkë me shokët e tij. Kur ka qenë për shembull rasti i hapjes të hendeqeve, të kanaleve, ka ndihmuar, madje ka punu ndoshta më shumë se ata të tjerë. Adhurime kolektive, namazë, agjerimi dhe haxhi kryhen në bashkësi. Shikoni edhe adhurimet, shikoni që rregullat e Islamit krejt na mësojnë që të jemi të bashkuar. Namazi na fal me kolektiv. Në veçantë xhamaja. Ashtu haxhi. Ashtu edhe agjerimin e bëjmë kolektive, zakonisht nuk kam iftar vet. E ftojmë njëri tjetrin. Pra Islami është fe që na mëson që të jemi kolektiv, ngjajshëm me bletën. Besimtari nuk ndjek mangësitë e njerëzve. Nuk bie vetëm mbi të mirën, si sa marrët bleta bjen vetëm mbi lule. Edhe besimtari nuk bie mbi papastërti, mbi ndyrësia apo mbi kufoma. Nuk bie në nderën e njerëzve, nuk bën thashetheme dhe nuk ndjek mangësi. I këtilla besimtari nuk i ndjek metat e tjera. Mbulon të metat e muslimanëve, kush ndjek mangësinë e vllajt të tij musliman, Allah do ta ndjek mangësinë e tij. Kjo është dënimi atyre të cilët i ndjekin mangësitë e vllajt të tij. Ai që ndjek të metat të tjera, Allah ka më ndjek të metat atij. Nuk del prej tij se fjala e mirë, shpenzimet e tij janë të mira nga fitimet halal. Po tash me konkretizu këta dhe më shumë do ta sjellim një shembull edhe shumë më konkret. Besimtari nuk është si miza. Besimtari nuk është si miza. Pra ka shumë dallim të madh midis bletës dhe mizës. Që shembull besoj që kam ju bë shumë dobi në jetën tuaj të përditshme. Çfarë dallimi ka bleta me mizën? Besoj edhe me fatë po dallohet çka është dallimi. Besimtari kërkon të mirën dhe shijon bukurinë kudo, si bleta që gjithmonë kërkon nektar e luleve, besimtari sheh dhe merr vetëm të mirën. Shikoni, bletën ku e gjen? E gjen vetëm na për lule, na për natyrë të bukur, na për livalle. Kështu edhe besimtari është. Shkon në vende të mira, pastërta, në xhami, në vende ku kryet puna e kështu me radhë. Kurse miza në anën tjetër, miza e kërkon papastërtinë. Disa njerëz injorojnë të mirën dhe fokuson vetëm tek e keqja, ashtu si miza që lë vendet e pastërta dhe ulet mbi papastërti. A keni pa ndonjëherë mizën që të qëndrojë në vendet e pastërta? Gjithmonë ajo shkon vetëm tek mbeturina. Edhe në anën e tjetër, a keni pa ndonjëherë bleta mbeturina? A keni pa ndonjëherë bleta që të qëndrojnë në mbeturina? Jo. Kështu që zgjedhja ti vetës në cilën grup je. A je si bleta, a je si miza? A je si miza që vetëm të papastërtit, vetëm i shikon të këqijat e njerëzve, vetëm të metat, vetëm gabimet, dhe ushqesh me mbeturina. A je i tillë? Se nëse je, mjerem është kjo, ti po fut mbeturina në shpirtin tënd. Prandaj secili le ta zgjedh dhe ta merr ata që praktikisht e shes si tullës. Aplikime praktike në jetën e muslimanit prej këtij hadithi. Prej këtij hadithi për aplikime kemi që të kemi jetën e thjeshtë, të qenurit mesatar dhe shmangja shpërdarimit. Ndjekja e udhëzimit të profetit alayhis salam në modesti dhe thjeshtësi. Po kështu bleta edhe nëse ka shumë mjalt, edhe nëse ka tepris, ajo nuk ja tepron. Kështu duhet jetë edhe besimtari. Nuk bën me ja tepru. Nuk bën me shkapërder. Disa shkapërdera që po i shohim na për darsma, na për ku e dinë çka, po ja teprojnë. Nuk bën me ja tepru. Se Allah ka cilësu ata që ja teprojnë në shkapërderën, i ka cilësu si vllazni të shejtanit. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Ata të cilët e shkapërderën pasurinë janë vllazni të shejtanit. Besimtari nuk është i këtilla, si bleta është modest. Prodhimi i dobishëm, përpjekja për të shërbyer njerëzve me dije dhe vepra të mira, ofrimi së mirës për shoqërinë, ashtu siç
bleta ofron mjalt. Kështu duhet jemi edhe na. Si bleta që ofron mjalt, me ofru të mirën për shoqëri. Butësia dhe mirësia, trajtimet e tjera me butësi për të mos thyer apo dëmtuar, për hapja e paqes dhe mëshirës në shoqëri. Siç e përmendëm më herët, bleta shkon me butësi atëran. Shkon me qetësi, me butësi. Kështu është edhe besimtari. Allah i ka cilësuar besimtarët që ecën në tokë me qetësi. Burimi i pastër, kujdesi për të fituar në mënyrë halal dhe ushqim të mirë, shmangja e dëshimja në ushqim dhe pije. Këto janë aplikime konkrete që mund t'i kemi në jetën tonë prej këtij shembulli profetik që e ka sjellë për besimtarin. Dhe me këtë po e përfundojmë, që mos e zgjas më shumë, besimtari nuk lëndon askën. Don 0% i dëmton të tjerë. Si që përmendu më herët, nuk thënë as deg, as nuk kur bjen lule, nuk e dëmton bleta, 100% butësi dhe mëshëri, robërit e mëshiruesit janë ata që ecën në tokë me modesti, dhe 24/7 është dobi e vazhdueshme. Kudo që shkon nuk dëmton, por përkundrazi sjell dobi për ata përreth tij. Siç e përmendëm më herët, bleta kudo që shkon aty veç rregullohet natyra asende, edhe besimtari ku shkon është i dobishëm dhe dobiprues. Allah i shpërblet për vëmendjen, na bëj Allah për zotën. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.